Në maj priten shumë vendime dhe zhvillime të rëndësishme me që të dashur e një prej tyre me siguri është ajo që pritet me datën 19 maj kur gjykata speciale në Hag duhet të shpallë vendimin në procesin kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, të cilët akuzohen për krime lufte. A do të shpallet vërtet me këtë datë vendimi nuk dihet sakt, sepse gjykata ka të drejtë të kërkojë edhe 2 muaj të tjerë për të vlerësuar siç thuhet të gjitha provat. Por, ky është definitivisht procesi më i rëndësishëm që mund të ketë pasoja më të gjëra sepse shumë kush e konsideron si një gjykim ndaj vetë themeleve dhe vlerave të ushtrisë çrregimtare të Kosovës. E ky vendim mund të ketë pasoja edhe në zhvillimet politike në Kosovë. E kur jemi tek zhvillimet politike në këtë vend, të them se në maj në Kosovë fillon fushata parazgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme, të cilat do të mbahen me 7 qershor. Këto do të jenë me siguri edhe temat që do të ndjekim me shumë vëmendje, jo vetëm unë, por besoj edhe të gjithë ju. Ndërsa, sa i përket zhvillimeve në Gjermani, qeveria gjermane gjendet para sfidave vërtet të mëdha dhe reformave të shumta. Me 8 maj, Bundesrati do të trajtoj ligjin për reformën në shëndetësi që prek secilin prej nesh që jeton në këtë vend, ku priten ndryshime të mëdha, shtrenjtimi i ilaçeve, kufizime dhe shtrenjtime të sigurimeve për familjar, ndryshime për sistemin e shërbimeve mjekësore e tjerë. Por, me këtë reform do t'ju njoftoj edhe një herë në një video të posaçme, ndonse edhe ditët e kaluara ju kam njoftuar. Në maj do të trajtohet edhe çështja e pensioneve në Gjermani dhe disa tema të tjera me rëndësi. Nga 1 maj është futur në fuqi vendimi për uljen e çmimeve të karburanteve me 17 cent për 1 litër. Shpresojmë shumë që kompanitë do të respektojnë këtë vendim dhe se këto para vërtet do të mbeten në xhepat e konsumatorëve, siç ka kërkuar edhe qeveria gjermane. Kjo ulje e çmimeve do të zgjatë 2 muaj pra prej fillimit të majit deri në fund të qershorit. Në të kaluarën ka pasur raste kur nuk janë respektuar në tërësi vendimet e ngjashme, si për shembull ulja e çmimeve në vitin 2022. Por shpresojmë që këtë radhë do të jetë ndryshe. E kur jemi tek nafta dhe derivatet e saj, të them se nga 1 maj Rusia ka ndaluar transportin e naftës nga Kazakistani në Gjermani përmes tubacionit Druzhba që kryesisht shkon në Berlin. Ndaj, qeveria duhet të gjejë zgjidhje alternative edhe në këtë rast. Qeveria thot se një rrugë tjetër alternative për furnizimin e Berlinit do të jetë furnizimi nëpërmjet Gdanskut dhe Rostokut. Por, të shohim sa efikase do të jenë këto masa të qeverisë. Një ndryshim tjetër shumë e rëndësishëm në Gjermani do të jetë edhe ai për kostot e qirave, sepse koalicioni propozon ndryshime serioze në shpërndarjen e kostove mes qiradhënësve dhe qiramarrësve. Fjala është për sistemet e ngrohjes të cilat në të ardhmen duhet të paguhen nga të dyja palët, por me këtë temë do të merrem detajisht në një video tjetër, sepse kërkon shumë shpjegime e këto janë akoma vetëm planet të koalicionit qeveritar. Vetëm ta dini që këtu do të ketë ndryshime goxha serioze që shkojnë në favor të qiramarrësve. Nga data 1 maj futet në përdorim edhe portali online për programin e ri të subvencioneve për makinat elektrike në Gjermani. Makinat elektrike do të subvencionohen nga shteti dhe atë në mënyrë retroaktive, pra nga 1 janari i vitit 2026. Subvencioni bazë është 3.000 euro për makinat elektrike dhe 1.500 euro për makinat hibride, pra makinat elektrike dhe me karburante që shkojnë. Varësisht nga të ardhurat familjare, mund të ketë subvencione edhe për fëmijë deri në një maksimum prej 6.000 euro në total. Ndërsa, për ata që fitojnë më shumë, nuk do të ketë kurfar subvencioni. Me këtë temë, unë ju kam njoftuar edhe më parë në këtë kanal që po shikoni, por nëse doni mund ta trajtojmë prap e në maj do të ketë edhe një rritje të rrogave në sektorin publik, federal dhe komunal,
ku punonësi do të marrin paga më të larta për 2.8%, kjo rritje vlen për rreth 2.5 milion punonjës në sektorin publik. Paralelisht me këtë, Ministria Federale e Brendshme është duke punuar në reformën e rrogave të nëpunësve civil në këtë ministri, që do të thotë se prekin shumë persona që punojnë në polici. Këtu do të ketë ndryshime të kategorive dhe grupeve për paga që do të çojë në rritjen automatike të rrogave. Ky projekt ligj duhet të miratohet natyrisht edhe në Bundestag dhe në Bundesrat, ndaj edhe ne do ta trajtojmë më vonë edhe një herë prap, sepse ka nevojë për disa shpjegime, nëse ju intereson, kuptohet. E në maj do të ndryshojnë edhe rregullat për kontrollet e bebeve të posalindura, ku do të përfshihen edhe 4 teste shtesë, ato për vitaminën B12 dhe çrregullimet eventuale metabolike, të cilat, nëse nuk trajtohen, mund të shkaktojnë dëmtime serioze fizike e mendore në zhvillimin e bebes. Diagnoza e hershme mundson trajtimin me kohë dhe parandalon dëmtimet e përhershme. Këto janë pra disa nga ndryshimet më të rëndësishme që kanë ndodhur dhe që pritet të ndodhin në muajin maj. Por ne me siguri që do të ndjekim edhe shumë zhvillime të tjera të papritura, sepse me siguri që do të ketë zhvillime të tilla. Ndaj, nëse doni, abonohuni këtu në kanalet e mia dhe mos harroni ta shpërndani këtë video. Nëse abonoheni, informacionet me siguri që do t'ju vinë në kohën reale. Ndërsa unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti me informacionet e tjera. Disa prej këtyre çështjeve që i thash pak më parë, do t'i trajtojmë edhe më detajisht, sepse kërkojnë edhe shpjegime më të detajuara. Faleminderit dhe mirupafshim së shpejti.